طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazëni të nderuar, jemi tek libri i Ibn Qayyimit, Zadul Ma'ad, Mikësia pejgamberit alayhisalatu wassalam. Kemi arritur tek udhëzimi i pejgamberit alayhisalatu wassalam për trajtimin e prekjes nga syri i keq, domethënë nga mësyshi. Imam Muslimi sjell në Sahihun e tij rrëfimin për Ibn Abbasit se pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thënë syri është i vërtet. Syri është i vërtet. Thot nëse do diçka që do ta kapërcente kaderin, ai do të ishte syri i keq. Çështje e rrezikshme. Domethënë puna e mësyshit është çështje shumë e rrezikshme. Po në Sahihun e Muslimit, po ashtu nga rrëfimi i Enesit, i cili dëshmon se pejgamberi alayhisalatu wassalam e ka lejuar thot bërjen e rukjeve kur ka personi ethe. Kur ki ethe, është mirë me bërë rukje. Ethe që janë të gripnave, të flomave të ndryshme, kur ki ethe është mirë me bërë rukje. Thot syrit keq edhe kundër plagëve. Qysh kundër plagëve? Vedini rastin e atij personi që e hongër prisin, e atij fshati apo që e hongër akrepi apo gjarpni, edhe çka dikush për muslimanëve i këndoi suratul Fatiha. Domethënë ishte plagosur nga e kishte hongër, domethënë e kishte kafshuar akrepi atë person. Në Sunenin e Ebu Davudit është rrëfimi i Aishës radhiyallahu anha, e cila ka thënë në atë kohë pranë kohën e pejgamberit alayhisalatu wassalam, kur çdo që merrte mësysh dikush, thot urdhëroi që të merrte abdest, ai personi që i ka rënë mësysh filon fistekit, thot dhe me atë ujë lagej personi i prekur nga syri. Domethënë nëse ti ke rënë mësysh djalit tënd, atëherë merr abdest në ato vendet ku mirët abdesti, domethënë gjurmët e abdestit, edhe me qatë ujë i vendoset në kokë, ja qesish e stërpikish në kokë, apo në shtëpi. Domethënë fëmijës tënd apo kujdo që i ke ra mësysh. Po ashtu tregon Esma bint Umejsi, i tha një herë pejgamberit alayhisalatu wassalam: o pejgamber, tha, fëmijët e Xhaferit thot shpesh i ruk mësyshi. Zakonisht fëmijët i ruk mësyshi shpesh. Edhe thot syri i keq. Atë kërkoj që t'u bëjnë rukje atyre, a i tha po. Nëse thot do të ekzistonte diçka që i paraprin caktimit Zotit, paramendo, nëse do të ekzistonte, atë që është i rrezikshëm mësyshi, që do t'i paraprinte kaderit Zotit, thot ai do t'ishte syri i keq. Se më shumë vllazni është i përhapur syri i keq se sa sikri. Se sikri e ka një procedurë tjetër. Duhet me shku te sirbazi, duhet me marrë një gjurmë prej teje, një fotografi, një maicë që ka erë, edhe a keni pas sirbazat e lypin maicën e veshur që ka erë. Jo rastësisht e bëjnë këta. Me bo mi qu maicë të pastër, po sa ta nxjerrësh ti nga aty që i pastron rrobat, nga maqina e lamjeve, nuk ta marrin. Se s'ka gjurmë. Shejtani nuk din ku me shku. Nëpërmjet djersës shejtani e din ku është personi i duhur. A e keni vërejt, subhanallah, sa miliard njerëz janë, secili e ka djersën e ndryshme. Erën e djersës e ka të ndryshme. Asnjëri nuk e ka të njëjtë erën e djersës. Çuni për shembull kur vjen një person ta zon mysafir, e ka një erë caktuar. Nëse ti shkon diku, nëse dikush vjen diku, antarët e shtëpisë mësohesh me ato erën të antarëve të shtëpisë. Ama dikush i ri me bo më ardh, përveç nëse parfymosët aty një litër parfym kur ta gjet smirë të vesh aty. Mirë, po në përgjithësi e kanë erën e djersës specifike secili person. Qysh i kanë edhe vijat e gishtave secili person këtu, apo? Që ka thonë Allahu në Kur'an, ne i thot, do t'ju akallim mollzat e gishtave, pastaj thot prap do t'ja kallim, do t'ja ringjojmë, do t'ja rikrijojmë, që ta shijojnë dënimin. Domethënë, mbas këtij ajeti kanë vërtetuar që mollzat e gishtave janë të ndryshëm.
mullzat e gishta, ato vijat e mullzave të gishta janë të ndryshëm nga njëri tjetri, edhe policia kriminale, domethënë policia që mirët me hajnat, edhe në bazë të gjurmave të gishtit e gjen personin e duhur, apo domethënë bazë të vijave të gishtit. Subhanallahu 6-7 miliard njerëz, edhe asnjëri mos me qenë të njëjtë. Po nuk është çudia, QR kodat ata janë, asnjë s'është i njëjtë. Ç'është edhe kjo? Kupton? Pastaj thot Imam Maliku rahimahullahu taala përcjell prej Ibn Shihabit, ky prej Umame ibn Sahil ibn Hunayfit, që tregon se Amr ibn Rabia kur pa njëherë Sahil ibn Hunayfin duke u larë. Një sahabi e ka pa një sahabi tjetër duke u larë. Tu la e ka pa. Edhe thot për Zotin, thot, shiko, e ka vrejt, e ka pa trupin e tij, në zhveshur. E ka vrejt. Qysh, tek aty e ka vrejt, tash e ka pa. Edhe thot për Zotin, thot, nuk kam parë, thot, lëkur më të mirë si kur një virgjëresh, një femën që është e pastër virgjëresh, që s'është martu. Thot, as lëkur e virgjëreshe që të jetë më e butë se sa kjo. Tenin e lëkurës e ka pas shumë të mirë qaj sahabiu. E ky e ka, këqyre ka po, edhe i ka pëlqyja i teni i lëkurës ti. Qëfar u bë, thot, me njëherë pas kësaj Sehli ra për toke, për dhej. Veç kjo fjallë. Dhe që mundi me mytë vllojën e juj me një fjallë vllazdi. Nuk e dine. Moment e shihni dikonin, pa i thonë mashallah, tebarakallah, mundi me rëdzu për toke. Edhe kofshën e rëdzan. Lemu njëri ju. Edhe me pasoja pas të njësi. Ra për dhej, thot, atëherë pejgamberi alayhi salam i shkoi Amirit dhe me zemrim e një ton qortues, çfarë i tha? Përse ndonjëri prej jush e vret vllahun e vet, tha? S'po thush mashallah, pse s'po kërkon begati për ta? Pastaj thot, pse nuk u lute për begati për të, që të thuash barakallah, shko lahu tani për të. Me rabdes, lahu. Dhe thot, çfarë kështu Amiri lahu fytyrën, të dy duar, dy lërë, dy gjunjë, dy këmbët dhe pjesën e brendshme të izarit, të ti në një enë, pastaj lahu Sehlin me këtuj, a i vazhdoj jetën së bashku me njerëzit e tjerë. Sepse kish me lë me pasoj, apo edhe kish edhe me vdik. Në syri është hak, kini kujdes. Bile, edhe seneve t'juja mundi mi ra mësysh. Kerit mundi mi ra mësysh. Si ta këqyr një shumë kerin, u rej pak gjeja në gjë që s'të pëlqen. Që dikon ku e ki gërvish aty, thuja që ma prisi qefin, që thjesht mës me dhonë atë uf me bua. Ose, thuj barakallah, mashallah. Imam Tirmidhi u shpjegon, personi cili ka marrë mësysh dikë, urdhrohet, thot, aleikum sallam barakat. Personi cili ka marrë mësysh dikë, thot urdhrohet që të fuz dorën në një enë me ujë. Në një enë me ujë. Të marrë ujë në gojë dhe të vërtis. Pastaj ujën të përshtyj sërish në enë. Në këtë enë ai duhet të laj më pas fytyrën e tij, pastaj të fus aty dorën e majt dhe me ujën e enës të lak gjurin e djath në mënyrë të tillë që uji të bjerë brenda enës. Domethënë në një aspekt gjitha ato gjurmët e abdestit ti fut në enë. Uji, gjitha ato që i bën merr ujë, çati kret ujin me pas gjurmët, me non gjurmë tek uji, dhe thot çfarë? Gjatë gjithë kësaj kohe thot, uji nuk duhet të bjerë në tokë, më pas ky uji hidhet nga pas e në kokë ati që është marrë mësysh një herë të vetme. Ja qëtë ujin në kokë, apo edhe me lejen e Allahut subhanahu wa taala, shejtani që ti e bo sebeb me sulmu një person, largohet. Për shkak sepse i bie se çajo gjurmë u bo sebeb që sulmoi shejtani. Dhe tash prap me qatë gjurëm ti prap po e largon qatë shejtan me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Ka dy lloje të syrit keq, dy lloje të mësyshit. Një mësysh thot i shkaktuar nga njeriu dhe një mësysh i shkaktuar nga gjindët. Dhe që vetë edhe gjindët marrin mësysh. A din që edhe maca të hongër buk nëse është e urritur maca, edhe me bo me të lëshu syt mundet me të marrë mësysh. Bos kujdes. Në mish, në copa në ikni, që ti jepi, se mund me të ra mësysh. Që është jetë rëzikshme, në po. Qëka tham,
është i shkaktuar nga njeriu edhe nga xhinët. Ka raste vllazni që gjini dashurohet tek gjini mashkull dashurohet te një femën. E çysh mos dashurohet te një femën kur motrat tona, gratë tona, nonat tona, muslimane, shqiptare, kur dalin nëpër darsma, ki pa çysh vishën. Pa disa krijesa janë vllazni, pa disa krijesa janë. Njeriu si njeri kur pishe lakmon, apo ku ti sheh të zhveshura. E lërë mo gjini, edhe gjini i sulmon. I sulmon deri në atë mas që nuk i lejon mu martu, pastaj a ki pa, thot mu kam shel në faka. Tamam i bëhet puna për mu martu, vjen puna dhe më përfundim, në fund thot jo qika, s'mun me vendos. Tash mos ta merr se cili i ri që pishtyhet pak martesa që më ka rrom syche, kom sehere, kom se. Pastaj thot, sipas në transmetimit të saktë Umu Seleme tregon se pejgamberi sa një ditë kur pa në shtëpinë e saj një shërptore, fytyra së cilit kishte një pamje të nxirrosur, të nxirr, fytyrën e kishte të nxirr. Kërkoni nga dikush që t'i bëj rukje, tha, se ky ka thot mësysh, sepse ajo është prekur nga syri keq. Husein ibn Mesud el-Farai në shpjegimin e këtij hadithi thot se flitet për syrin e keq që vjen nga gjindët, pra ajo që marr mësysh nga vështrimi i gjinit. Domethënë përveç njeriu, po mu i ka më të marr mësysh edhe gjini. Edhe gjini mundet me të marrë mësysh. Prej Xhabirit vjen në hadith me senet të plot deri te pejgamberi sa me këto fjalë. Me të vërtetë mësyshi e fut njeriu në varr edhe devën tenxhere. Çfarë është i rrezikshëm? Mësyshi e fut njeriu në varr, po edhe devën tenxhere e mbyt, domethënë edhe devën e mbyt. Para më na. Nëse aq i ki syt, ka disa njerëz që sytë e tyre shumë ndikojnë mësysh. Si ti shen një herë fëmin për toke. Vëlloj, vjen të shtëpia, si të shkon janis fëmija konë sërhatot të natën. Kështu i ka vetë, subhanallah. Ajo po se po. Smira, mundet më konë, përveç smirës mundet më konë ajo habia madhe, apo jo nga urrejtja, apo nga dashuria e teprume, nuk e kontrollon vetin. Edhe për atë arsye duhet me kontrollu vetin, sa më shumë. Çdo herë ku ti këqyri fëmijë që janë të vegjël të mi, çdo herë opa kanë 15 herë ju thon, mashallah, tabarakallah. Tangon sepse tutna. Se rrezon fëmijën, subhanallah. Pastaj thot nga Ebu Seidi për cilët se pejgamberi sasam kërkon të mbrojtje tek Allahu që ta ruante nga keqja e gjendve, nga syri i keq dhe i njerëzve. Mendjet më të ndritura të çdo populli nuk e vënë në diskutim se syri i keq është i vërtetë. Këto krete e kemi ditë përveç disa tash mendjet ndriturve në thojza që si pranojnë këto gjëra. Këti kanë ditë në nona tona, gjyshet tona. E kanë vërejt. Për syrit keq shumë kanë vdek fëmijë përpara. Edhe i kanë ditë këto gjëra. Pastaj thot, ndonë se kanë qëndrime të ndryshme për shkaktarët dhe ndikimin e tij, kështu disa shpjegojnë se njeriu që ka det tjetrin me syrin e keq ka smir dhe djallëzi në zemër. E vërtet, kur ka smir njeriu dhe djallëzi në vetvete, që është normale vllazni, secili person mos të rren, mos të gënjen, se nuk e ka të instalum në vetveten e tij një pjesë të hasetit, rren. Gjelozis. Rran. Po çka bën besimtari? E nalë veten. Dhe kjo smir, kjo haset, kur del në shesh tek njëjtat profesione. Nuk shkon profesioni i hadisit i cili shet automjete me një person tjetër i cili punon ndërtimtari, për shembull andini apo fitimi. Nuk ka, nuk ka xhelozi këtu. Mirë, po në momentin kur janë profesionet e njëjta, ani më ka në dyqan ofër, çati për çati. Konkurrencë. A më thonë këtu hinë xhelozia. Atër çka me bo? S'pa ku mos mi bo padrejtësi. Edhe nëse të vjen ajo urrejtja. Nalu. Thuj mashallah, tabarakallah. Edhe pse me zemër të vjen me urrejt. Po ti thuje mashallah, tabarakallah.
Luftoje. Shekhu Themini rahimullahu taala ka thonë, thot xhelozia më e madhe është mes dietarëve. Dietarëve. E lem përil? Djetë përil. Flet ma mirë. Ka ma shumë gjemat, ka ma pak gjemat. Jo ne, jo këne. Dhe më thonë, e gjenë shejtoni ati një qështje. Ka, po marë parasysh. E rëndësishme diçka, e shejtoni në përmjet qësaj dere del. E tash, në përmjet qësaj dere mundet me edhe me një derë tjetër në emrin e kritikës me rujt fen. E kuptove? Dhe më thonë, cyt që ku ta shen një gabim të një hoqë, apo, cyt në përmjet qësaj derës ti me godit ato dhe me rëdzu. Duke dosht mi thonë gjemati që ju po du me rujt fen. Apo, kjo është çështje rrezikshme shumë dhe është çështje e hollë tek sinqeriteti i njeriut. Sepse me një anë duhet me rujt fen, se duhet me fol. Po në anën tjetër, kush ta sheh sinqeritetin? A xhamati Allah. Allahu ta sheh. Xhamati nuk e din. Xhamati thotë ky po do me rujt fen. Dhe për atë arsye duhet mi pastru zemrat. Që kur dojmë me fol për hir të Allahut. Kur dojmë me rujt dinin, edhe kur të folim ndaj një personi, jo me inat, po me qëllimin që me rujt fen, po edhe njëkohësisht me pas në kry që ai mu udhëzu nga kritika jote. E që kjo është kritike sinqert, që e runë dhe më thonë sinceritetin. Një grup tjetër thot, mendon se ka shumë mundësi që nga njeriu të rrezatohen energjia apo rryma të padukshme, të cilat veprojnë në trupin e tjetrit dhe dëmtojnë atë. Subhanallahu, dhe shkenca ka vërtetuar që vendet rrezatuese që lëshojnë domethënë një lloj energjie janë vendet që nën sqetulla edhe poshtë tek organet. A di çka thot Ibn Qayyimi? Thot që aty janë vend stacionimi i gjinëve. Aty qëndrojnë më shumë gjend, sepse është vend i fllëçt. Ku vjen më shumë era vëllazë? Çto dy vende? Më shumë ti era e keqe që vjen është në sqetull edhe poshtë në mesin e këmbëve, afër organet. Edhe çaty qëndrojnë më shumë gjinët, sepse gjinët kanë qef në vendet e fllëçta me ne. Kur e kanë zonë në Saudi apo në Emirata, nuk e di se në vel, në një vend të shtetit muslimanëve, një sihirbaz e kanë zonë me një shtëpi të lënën, të braktisën, dhe në atë shtëpi jenë mbledh gjithë ato barllogjet, çka më thonë atynve, dhe aty të nejtë, ajo sihirbazka. Edhe e kanë pyti, kanë thonë, pse po rrinë këto? Më kanë urdhnu gjint me nejtë këto. Në vendet e fllëçta. Nuk lahen. Era të mytë sa ma shumë që më afru gjinët. Kur ti e i pastër, nuk afruon gjinët. Se pastërtin se donë gjini. E donë të fllëçtën gjini. Kur në abdes mos diskutohet, e ekstra është mbrojtja. Ja. Pastaj thot, një grup tjetër thot që kur personi që merr mësysh sheh një person tjetër, është Allah që bën të mundur që tjetri të dëmtohet. Është Allah ai që e krijon dëmtimin dhe jo syri apo shpirti i personit. Por ky është mendimi i atyre që e mohojnë ekzistencën e disa forcave shpirtërore, thot që veprojnë në këtë botë. Domethënë, kjo është mendim i refuzuar. Allah ka krijuar disa forca të veçanta të disa krijesat që kanë ndikim të madh në krijesat tjera. Për shembull, shpirti ka një ndikim aq të thellë në trup, saqë askush nuk mund ta mohojë. Normalisht shpirti dhe trupi janë të lidhur njëra me tjetrën, apo shpirti është një lloj komandanti që jep udhëhecin apo trupit. Shpirti është komandanti dhe ushtarëve e jep urdhrin. Po ashtu thota, nuk keni parë ju se si fytyra një personi të turpshëm skuqet e bëhet flak kur sheh me sy diçka që nuk i përshtatet atij. Apo skuqet, i vjen marrë. Çish është e lidhëm trupi apo tani? Çish është e lidhëm shpirti? Pastaj thot, apo se si zverdhet kur ai friksohet. Kjo çfarë ndërlidhje? Nuk skuqet, po zverdhet. Që thënë të na me bëm ja prej, nuk i del gjak. Apo. Pastaj thot, po
Gjithashtu ju mund të dëshmoni vetë se si ndikon syri i keq të njerëzit dhe si e likështon trupin që ai prek. Këto ndikime që përmenden nuk janë të kufizuara vetëm në kontaktet fizike e kështu me radhë. Smiraku mund të jetë edhe i verbër. Subhanallah. Dhe më thonë, ai që ka smir mund më konë edhe qërë, i verbër, edhe me të ranë sysh. Qysh, nëse ti i flet ati për të mirat e filonit. Edhe smire ka edhe ndikon që në ra mësysh filon të fistekit. E cila është mjeti, ndër mjetet kryesore, është që të mirat që jep Allahu subhanahu wa ta'ala mi mshef. Mos më qitën për Facebook, se ju binë mësysh për toke bine. E bleni kërë të mire qëtë, it's. Fmine qëtë, grune qëtë, babën, kojt di unë anikni, me bo mira mësysh, Allahu në rujtë. Ka njerë që s'kanë fmi, na kemi të gjithë, alhamdulillah. Po dikujt, i kanë zemra. Tu i kajt zemra, tu mos dashtaj nga inati, nuk e ka nga inati. Po nga jo që s'ka vet, e këqyr nga mërzia e të bjerë mësysh. Nga lakmia i bjerë mësysh. Para të arsi runë, se i qitni për toke fmit. Sidomos fmit. Ata që nuk besojnë gati sa nuk të hanë ty me shikimet e tyre, thotë Allah Azugjel, kur dëgjojnë për kujtusin, Kur'anin, ose thuaj kërkojnë mbështetje të Zoti i agimit, të më mbrojnë nga keqja e gjithë çka je. Pastaj thot, trajtimi prekjes nga syri i keq. Ebu Davudi ka sjellë në synenin e tij në hadithin prej Sahel ibn Hunayfit, i cili ka thënë njëherë po kalonim pranë një proji dhe unë hyra për t'u larë. Dhe thot, për kur mbarova së lari, më zunë ca ethe. Kanë zonë ethet për njerës, subhanallah. Edhe thot, kur e njoftuan profetin a.s. a i tha, urdhrojnë Ebu Thabitin, do më thonë Sehlin, që të bëj rukje. Unë i thash, o zotria im, a ka dobi prej ju rukjeve? A i tha, nuk ka rukje për gjë tjetër, por vetëse për kundra mësyrit të keq, etheve dhe kafshimeve helmuese. Ti ka zonë Resulli a.s. Për ethe, për syrt keq edhe për kafshime. Nëse të kafshon, do më thonë, ndo një insekti caktuar. Ka disa lloj rukje shfetare, për shembull këndimi suratul Fatiha, i dy sureve mbrojtëse, Feleki edhe Nasi, Ajetul Kursia, edhe kemi lutje profetike, që është Eudhu bi kelimatillahi tammati min sharri ma khalaq, Eudhu bi kelimatillahi tammati min kulli shejtanin wa hamma, wa min kulli ajnin lamma, dhe më thonë, kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut subhanahu wa ta'ala, prej çdo të keqet të çdo shejtani, krijese dëmtuese dhe prej së keqes së çdo syri të keq, edhe këtu i ka citu prot, dhe më thonë një faqe e gjys, këtë duat që duhet me i bo për mbrojtjen e fëmis apo dikujt nga mësyshi. Ata që i provojnë këto rukje dhe lutje, domosdo që kanë për ta kuptuar vlerën dhe dobinë e tyre, e rrjedhimisht do t'ja njohin nevojën e madhe për to. Këto lutje të mbrojnë nga syri i keq, por edhe nëse i prekur nga ai me lejen e Allahut subhanahu wa taala, do t'i sheh pasojat e kësaj në të mirë. Nëse dikush e di që mund të dëmtoj veten dhe të tjerët me syrin e keq, atëherë thuaj Allahumma barik alej, o Allah, begatoj atë dhe shtoj atë mirat. Nëse mendon, friksosh që se të vjen nera, ki vrejt për shembull prej zemrës vjen për fëmin tënd apo për dikon, diqysh me kop, me shtrëngu, me përqa fëmin tënd, mënojo tërkohën mos haro me thonë barakallah, sepse e gjet për tokë fëmin tënd. Allahumma barik lek. Allahumma barik lek. Po, edhe ashtu. Allahumma barik që ajo është, më thonë, lek është për ta. Për ta. Lehu për ai i bjerë hua. Më thonë, thjesht me kërku mbrojtje tek Allahu, që Allah me dhonë begati dhe mirësi. Pastaj thot, mund të thuash gjithashtu mashallah, la kuvvete illa billah. Kjo është e përhapura, po çfarë dëshmon Allah, çfarë dëshiron Allah bëhet, nuk ka forcë tjetër por përveç se mendimin e Allahut. Hisham ibn Urwa përcjell se ati sa herë që shihte ndonjë gjë që i pëlqente, kur hynte me ndonjë kopsht, thot dhe të begatshëm, thoshte mashallah, la kuvvete illa billah, apo kur shkoni për shembull tek një shtëpi,
që për herë të parë keni shku, e ka bo shpinë e re, thuni mashallah. Gjatë ato pare i ka thonë, edhe bosh sebeb që me i shkaktu dëm, dhe më thonë vllaut tonë musliman. Andaj keni kujdes sa të muni. Këtu mund të përmendim edhe rukjen që Gjibrili a.s. i ka bërë profetit alayhi salatu wassalam. Bismillah, erqike min kulli shay'in yu'dhike, wa min sharri kulli nafsin au ayni hasidin. Allahu yashfike. Bismillah, erqike, thot me emrin e Allahut, të bëj rukje për të ruajtur nga çdo gjë që të dëmton dhe prej së keqes së çdo shpirti apo syrit të çdo syri smirak. Allah e shëroft me emrin e Allahut të bëj rukje. Këtë dua ka bo Gjibril a.s. për Muhammedin a.s. Madje një grup selefësh janë shprehur të mendimit se nuk ka asnjë gjë të keqe të shkruash disa ajete kuranore dhe t'i lash me ujë. Ka mendimet selefëve. Kanë shkruajt me letër, letrën e kanë gjitë në ujë dhe ujin e kanë pi. Ka fjalë të selefëve për këtë gjë. Disa e kanë zgjeru çështjen e rukjes. Disa kanë qenë pak ma të ngusht, thjesht vetëm me lexua dhe kur çdo kërkujt. As lejohet me fol me gjinin bile, nëse paraqitet. Thjesht vetëm me e lexu. Një prej tyre ka pas mendimin Sheikh Albani rahimahullahu taala. Transmetohet se Ibn Abbasi për të kuruar një grua së cilës po i vështërsoi lindja e fëmijës. Nuk kishte vështërsi gjatë lindjes fëmijës. Thot, urdhroi që të shkruheshin ajete prej Kur'anit, thot, dhe pasi laheshin me ujë, ky ujë të pije dhe ajo të lahej me të. Dhe thot, po kështu e Jubi ka thënë, e kam parë Ebu Kalaben që shkroi ajete kuranore, i lau ato me ujë dhe ujin ja dha ta pinte një burri që ankoi nga një sëmundje. Domethënë ndikonin ajetet kuranore. Ndërsa ai që merr mësysh të tjerët urdhrohet që të laj gjymtyrët e abdestit. Gjymtyrët e abdestit. Thot, dhe fundin e rrobës vet, ose organin seksual. Edhe organin seksual me la. Përveç vendeve të abdestit. Thot, sipas një mendimi, nga ana e djathtë, me këtë ujë ai duhet ta spërkat një herë të vet me pjesën e pasme të kokës, atë që ka marrë mësysh. Sepse këto vende janë vend qëndrime të shejtanëve. Dhe ti po e merr atë gjurmën për me godit, për me e largu, domethënë atë mësysh që i ka rënë vllaut tënd. Ky është një lloj mjekimi që doktorët nuk mund të arrijnë me ilaçet e tyre. Edhe nëse nuk e pranojnë, na se kemi gojën e tyre, se nuk e kemi njet me i bind kështu me dhunë ata që nuk i pranojnë. E rëndësishme, na e dim se kjo është mjekësia profetike e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në fakt, larja me ujë sjell një rezultat pozitiv, i cili dëshmohet edhe nga përvoja. Në të njëjtën mënyrë zemrimi pastrohet dhe ose largohet nga zemra, sepse uji shumë gjëra të mira ka. Uji për shembull i ftoftë ndikon kur ki temperaturë të lartë. Apo për shembull një kur jeta zonë, keni vret tash është vera, veç pak një tush me bo, a ki pa njeriu që shqetësohet. Kur është nervoz në ankthë të ndryshme, me tush të vakët shumë ndikon. Çdo sen ndikon kur ti e lën fytyrën. A ki vret për shembull kur e humb vetdijen, vetëm pak e stërpik me ujë, kthjellohet. Domethënë uji është shumë efektiv në këto gjëra. Kura duhet të përpudhet smundjes, që ajo të ketë efekt mbi të. Ndodhet që kur dikush merr mësysh, dikë disa lloj forcash, energjisë shfaqen në skajën e fundit të rrobës së tij ose të organi seksual, siç e tha më lart, të cilat më pas kalojnë te personi i marrë mësysh. Po ashtu dikush kur kafshonte nga, domethënë këto insektet helmuese, dhe pas kësaj insekti vritet, ky person i kafshuar ndihen një farë çlirimi, thot. Kjo mbase ndodh sepse ai gëzohet që insekti u vra dhe ky ngazllim ndihmon që helmimi të shërohet së shpejti. Për këtë arsye mjekësia pejgamberit alayhissalatu wassalam me mjekësim profesioniste, mjekësia pejgamberit alayhissalatu wassalam dhe mjekësia aktuale profesioniste, që është në nivele të larta, thot është sikur ta krahasosh, thot, mjekësim profesioniste, thot me mjekësim popullore amatore. Bile edhe ma shumë, thot. Mjekësia pejgamberit alayhissalatu wassalam mu krahasu, thot, me mjekësin që ka evolu shumë këtë kohë. Është sikur me krahasu
mjekësim profesioniste me një mjekësi amatore, me një mjekësi të plakave, me thonë, apo? Po edhe ma shumë, thot autori i librit, sepse mjekësia e pejgamberit alayhi salam është mjekësi e shpalljes, ju ka shpall, ai po të kallzon për çfarë sëmundje është, ndërsa mjekësia profesioniste është me hulumtim. Edhe pse nuk mohohet, apo? Mbrojtja nga syri i keq, thot bëhet edhe më e suksesshme nëse i fshih mirësitë që i gëzon në sytë e njerëzve. El-Beghawi shënon në librin e tij se kur Uthmani radiallahu anhu pa një djalosh të vogël të bukur, çfarë? E ka pa një djalosh të vogël të bukur. Edhe thot dhe të lezetshëm. Urdhroi ngjyeni thot atij grobzën e mjekrës me të zezë. Me shumtum në një aspekt. Pse se bibin sy shumë? Ruje. Pastaj thot, ndërsa Al-Hattabi thot në librin e tij, rrëfet se njëherë kur Uthmani pa një djalosh të vogël, mjaft të bukur, tha, mbulojani grobsën e mjekrës atij me bojë të zezë. Thot Uthmani pra kërkoi që fëmijës të ngjyej me zë të zezë grobza e mjekrës me qëllim që të mos prekej nga syri i keq. E na çka bëjmë? I marrim fëmijët edhe i qesim, i bëjmë reklama të pambirsave. Apo, a i qesim? A ki po çfarë fëmijë të bukur janë, subhanallah. Po ti e myt fëmijën, subhanallah. Dikush mira mësysh e qet për tokë, s'dvyn ato parë që i marrësh pi asaj reklame. Pastaj thot, një lutje tjetër që ndihmon për të ruajtur nga syri i keq, për cilën nga Abu Abdullah el-Tayyahi, thot, ky po shkonte në haxh ose në xhihad, hipur mbi një deve të mirë, ase ku ishte një burr i cili po të shikte diçka me sy, do ta rrëzonte thot për tokë. Kështu Abu Abdullah i thanë, ruaj deven nga syri i atij njeriu, por ai u aktheu, asgjë nuk mund ta prek devën time, e fortë devja jeme. Ja përcollën këtë gjë njeriu që merrte mësysh dhe ai, si reagim priti rastin kur Abu Abdullah të mos ishte i pranishëm edhe vështroi devin e tij, i cili ra për tokë barkazi. Veç e këshyri tak për tokë ra. Pastaj tha më pas, kur erdhi, a keni pa do filma më herët me sy që i bëjshin. Veç e prek tap syt edhe lëvizke personi. Po, që lëviz ti ma i moqën e di. Pastaj thot, më tregoni kush është ai e kështu kur ai ja treguan ai tha me emrin e Allahut kontrolluesit që bën zab shkëmbin e fortë dhe yllin flakrues, unë lutem që syri keq t'i kthehet personit nga i cili doli dhe njerëzit më të shtrejtë të tij. Pastaj citoi ajetin kuranor, ai ka krijuar 7 qiej njërin mbi tjetrin, nuk mund të gjesh në krimin e gjithëmshirshmit kur far ceni, hidhe vështrimin a sheh ndonjë plasaritje, pastaj hidhe sërish vështrimin, sytë tu do të kthehen të lodhur të molisur suratul Mulk ajeti 4, me njerë pas kësaj lutje njeriu me sy të keq u verbua, ndërsa deveja u shërua deri në takimin e radhës me udhëzimin e pejgamberit alayhi salam për kurimin e smundjeve nëpërmjet rukjeve dhe lutjeve, trajtimin e kafshimeve e kështu me radhë. Allahu ju shpërbleft.